Antarët e organit më të lartë të FFM-s morën vendimin për të zgjedhur një trajner të ri të ekipit kombëtar të Maqedonisë. Me propozim të komisionit për zgjedhjen e trajnerit, në përbërje nga Masar Omeragić, kryetari i FFM-s, Goran Pandev, drejtori i reprezentacionit, Nikol Qenoveski, kryetari i shërbimit të vëzhgimit të FFM-s, Agim Ibrahimi, antari i bordit drejtues të FFM-s dhe Marian Stojkovski, zëvendës president i FFM-s. Goce Setlovski është një nga emrat më të njohur në historinë e futbollit të Maqedonisë, që do të thotë se është pasardhës i Blagoja Milevskit, të cilit i skadoi kontrata. Si futbolist, ish kapiteni i ekipit të reprezentacionit, ka 100 paraqitje në reprezentacion dhe 8 gola të shënuar. Sedlovski ka gjithashtu përvojë të mëparshme në stafin e trajnerëve të ekipit kombëtar. Në gusht të 2012, ai drejtoi ekipin kombëtar të Maqedonisë si ushtrues i detyrës përzgjedhës në ndeshjen miqësore kundër Lituanisë në Shkup. Në karrierën e tij si trajner, Goce Sedlovski ka punuar si ndihmës dhe ushtruesi i detyrës së trajnerit të Maqedonisë, ndërsa në nivel klubesh ka drejtuar Horizon Turnovo, Vardar, Riga Letoni, Shiroki Brijek, Bosnjë dhe Hercegovinë, ekipin e dytë të Dinamo Zagrebit Kroaci, Shkupin Vllaznia Shqipëri. Në karrierën e tij si trajner, deri më tani, Sedlovski ka fituar 3 tituj kampion me klubin futbollistik Vardari dhe me Shkupi dhe ka fituar një kupë me Vardarin. Promovimi zyrtar i Goce Sedlovskit si trajner kryesor i ekipit kombëtar të Maqedonisë është planifikuar për nesër, të martën, duke filluar nga ora 11:30 në hotelin Hilton në Shkup.